ne nuk patëm dëshirë në fakt me jetu në kryeqytetin, në Prishtinë, po kemi kërkuar një qytet tjetër. Por në ato kohë Gjakova na dukej i madh. Edhe sidomos njerëzit që ne kemi njohur, që kemi takuar gjatë luftës, ishin afër Gjakovës. Patjetër edhe Gjakovarët kemi takuar gjatë luftës, edhe kemi vendosur me jetu në Gjakovë, me që shokët tanë ishin afër. A të tregonin Gjakovarët për çka shquhen më shumë? Cilat janë tiparet e tyre më karakteristika që i kanë? Gjakovarë janë shumë krenar me qytetin e tyre. E vërtet. Po, kjo duk është të diçka negative, po çdo njëri ty e krenar me vendin lindjen e tyre, kështu. Si e bëre me gjuhën shqipe? Kam pasur mësues, kam pasur qëllim me mësuar gjuhën shqipe, edhe pata mësues të ndryshme, edhe një mësues në Gjakovar, ai më ka ndihmuar shumë. Kështu kam pasur. Për sa kohë e mësove gjithë gjuhën? Në fakt, edhe tash po mësoj gjuhën. Çdo ditë më tepër. Kështu duhet, se nga njerë unë lexoj gazetën edhe po palafaqoj një fjalë të re. Cila është nga këto fjalët e fundit që ke mësu? Kam haru. Ke haru. Po më të vështirat, për shembull, cilën fjalë e pas shumë vështirë që ta thuash? Më mirë me fort që ishte vështirë shqiptimi. Shqiptimi. Po, se disa shqiptime nuk gjendet tek gjuha jonë, gjuha koreane. Asë gjuha anglishte, me që kam kry letërsin angleze. Goxha ishte vështirë me kapur atë shqiptimi, për shembull gjëja, qëja. Po duke që i ke perfekcionu, je shumë mirë. Faleminderit shumë. Tinglojnë shumë bukur, më besa. Nuk jam dakord në fakt, ty të përmirësoj më shumë. Po mirë, po deri tani ne po flasim, po kuptohemi shumë qartë, edhe shikuesit besoj në Gjakovë të kuptojnë të gjithë? Tashmë je bu Gjakovar, më duket. Besoj se po. Sa ka arrit populli i Kosovës, ose edhe Kosova, të t'jap ty veti edhe ndoshta duke e pati vetën që po fillon të sillesh sikur shqiptar, po bën ndonjë veprim, ndonjë reagim, sikur të jesh shqiptar. Po, kam kalu shumë kohë, faktikisht, edhe jam mësuar me kulturën tuaj, edhe me mëngjërën tuaj, me ushqimin tuaj,